Fytyrat e lodhura, gra e fëmijë në rrugë, të larguar me forcë nga shtëpitë e tyre. Historia shqiptare është rikthyer këtë premtë përmes imazheve në shtëpinë e kulturës në Prizren, përmes një ekspozite të organizuar nga shoqata Çamëria. Aty u sollën dëshmi vizuale nga trojet shqiptare, me theks të veçantë në Çamëri. Fotografi dhe materialet e ekspozuara pasqyrojnë veshjet tradicionale, monumentet, muzeet dhe dëbimet e popullsisë çame, duke sjellë në vëmendje një pjesë të rëndësishme të kujtesës historike. Mirë po, përse u bë kjo ekspozitë në këtë muaj? Me këtë ekspozitë sjellim para publikut dëshmi vizuale dhe dokumente mbi kulturën dhe vedbanimet shqiptare në fokus Çamëria. Jo rastisht, kjo ekspozitë është organizuar në muajin dhjetor, sepse përkon pikërisht me ngjarjet e dhjetorit të vitit 1944. Vetë ky cili përfaqëson një moment kyç në historinë e shkeljeve të rënda të drejtave të njerëzit në rajonin e Ballkanit në theks të veçantë popullsisë shqiptare të Çamërisë. Në këtë periudhë u përmbyll procesi i spastrimit etnik dhe dëbimit të forcës së popullsisë shqiptare çame nga trojet e saj historike në Çamëri. Mira civil, gra, burra, fëmijë dhe të moshuar u detyruan të largohen nga shtëpitë e tyre, pronat e konfiskuara pa proces ligjor, ndërsa komuniteti çam u privua nga e drejta e shtetësisë, e kthimit dhe e pronës. Edhe gazetari Rexha Prifati, i cili ka vizituar vendet çame, pati disa fjalë për këtë histori. Gjatë udhëtimeve njerëzit ngurrojnë shumicën e rasteve për me folë shqip edhe për me komuniku shqip. Ne kishim një prift advetar të jashtëzakonshëm, Arbresh, Antoni Belushi, që ka vizitue 840 katunde me priardhje shqiptare, që edhe ka një libër voluminës për Arbresh, edhe ka regjistru, ka fotografuar të gjithë folklorin, të formën ekzistuese shqipe në për katunet, sepse me një veshje prifti, pak ma letë ka depërtuar në vend banimet çame, jo vetëm Çamërisë, po edhe shqiptarë përgjithsisht greqik. E për qytetarët, këto ekspozita të organizuar nga kjo shoqat janë sensibilizuese për të gjithë. Me veprat dhe me punën e tyre që kanë bërë, sidomos gjatë ekspozitave, gjatë punës tyre, domethënë e kanë bërë një afinitet të shoqatës Çamëria, me aktivitete, mandej edhe me punimet e tyre të cilat i kanë shfaqë në për ekspozita tjera. Është një pasuri, është një domethënie që çdo herë të mendojmë për të kaluarën. Edhe populli i Çamërisë ka pas një vujtje dhe një sakrificë të madhe në vitin 1944. Prandaj edhe ne asnjëherë nuk duhet të harrojmë vujtjet dhe largimin nga trojet e tyre për në shtetin shqiptar. Kjo është ardha arsyeja që vim thjesht një shenjë respekti, nderimi, solidarizimi. Kjo ekspozitë nuk është e para organizuar nga shoqata Çamëria me degën e Ferizaj.